Danja dhe Egli kanë debatuar sërish sonte në prime pasi në ekran u transmetua një klip të debatit të tyre. Prajmin e shkuar, unë I kërkova një fjali të caktuar që më është kërkuar në një moment të caktuar, jo në lidhje me raportin tim me Eglin. Nuk ke pse e merr për ulje fare, ajo është një fjali që nuk ka nevojë të bëj ty të ndihesh keq. Të them të drejtën, për mua ti je problemi më I vogël. Unë I kam jashtë ata njerëzit që janë aty për shoqërinë. Unë ty nuk të kam bërë dëm, përveç faktit që të kam qëndruar afër. Hëmoj Danja mos më bëj mua, sepse kemi qëndruar bashkë dhe unë nuk I kam përmendur disa gjëra që dija për lidhjen tënde me Gjestin. Të kërkova diçka për mua që të më ndihmoje mua. Mos e merr për ofendim dhe ulje. Nuk e bëre, s'ka problem, tha Danja. Në fakt, çdo gjë nisi në primen e kaluar, që Danja më kërkoi që unë të bindja koltukun e kuq që Danja rri me mua, tha Egli. Këta nuk I kam bindur unë, e jo më ti unë të kërkova thjesht ta thuash. Mos manipulo shumë, ja ktheu Danja. Mu kërkua që të thoja kundrejt koltukut të kuq, se Danja rri me mua se kam kërkuar unë që të rri. Nuk e di përse më kërkoi që në atë moment atë gjë. Një moment po mendoja nëse e kam thënë vërtet atë gjë. Pastaj mendova se Danjës mund t'ja kem thënë një gjë të tillë. Unë nuk kam nevojë për shoqe, por fakti që ja kam thënë Danjës atë gjë, është se ka tiparet e një shoqeje timen. Fakti që unë nxeha është sepse ishte Rozana që e solli si fjalë, tha Egli.